Problematiket në qytetin e Shkodrës natyrshëm që janë të shumta. E një ndër to trajtuar shpeshherë në Star Plus është edhe pedonale tek ura e Bunës. Mangësitë në këtë shëtitore janë të shumta duke nisur nga dëmtimi i stolave, mbeturina thuajse në çdo vend. Projekti për realizuar i bypassit apo edhe shitësit ambulant që me ardhen e pranverës e mendojnë një mundësi të mirë për të shitur ndonjë gjë, duke nisur që nga sendet e përdorura apo edhe shitja e peshkut, duke dëmtuar kështu edhe imazhin e kësaj shëtitoreje. Por një tjetër shqetësim për të gjithë qytetarët që vendosin të kalojnë një mbasdite në këtë pedonale është ndriçimi që mungon. Paldritave që kanë instaluar baret për rreth, duket se në këtë shëtitore është e vetmja mënyrë ndriçimi në këtë vend. Qytetarët pas kamerave shprehen se të paktën me që tani jemi edhe para zgjedhjeve lokale, kandidatët pretendent duhet të mendojnë për këto probleme që ka jo vetëm kjo pjesë e qytetit, por edhe shumë vende të tjera.